Një komandant i lartë i milicisë së mbështetur nga Irani, Kataib Hezbollah, është vrarë në një sulm amerikan me dron në Bagdad të mërkurën e mbrëmje, njoftoi ushtria amerikane. Lideri i Kataib Hezbollahut dhe 2 rojet e tij ishin në makinë kur ajo u godit nga një dron në lindje të kryeqytetit irakian. SBA tha se ky komandant ishte përgjegjës për sulmet ndaj trupeve amerikane në rajon. Në një deklarat për shtyp, komandai qendrore amerikane tha se nuk ka të dhëna për dëme kolaterale apo për viktima civile. Ajo shtoi se SBA nuk do të ngurojë të godas të gjithë ata që kërcënojnë sigurinë e forcave amerikane. Sulmi që ndodhi në orën 21:30 në Bagdad ka shumë mundësi të tensionojë edhe më shumë marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Bagdadit. Ky vjen 2 ditë pasi ushtria amerikane kreu sulme ajrore ndaj 10 shënjestrave në Irak dhe Siri që përdoreshin nga milicit e mbështetura nga Irani dhe Garda Revolucionare e Iranit. Ushtria amerikane po i kryen këto sulme në rajon si hakmarrje ndaj një sulmi me dron, i cili i vrau 3 ushtarë amerikan dhe plagosi mbi 40 të tjerë në një bazë amerikane në Jordani në fund të janarit. SBA ka fajsuar rezistencën islamike në Irak, një koalicion i gjerë i milicive të mbështetura nga Irani, për sulmin në Jordani. Presidenti Biden, si edhe lider të tjerë të lartë amerikan, kanë paralajmëruar vazhdimisht se SBA do të vazhdojë të hakmerret kundër atyre që janë përgjegjës për sulmin në Jordani. Ata kanë lënë të kuptohet se liderët kryesor të milicive me gjas janë shënjestra kryesore. Gati 170 sulme janë kryer mbi forcat amerikane në Irak dhe Siri që nga 18 tetori, por sulmi më i fundit në Jordani, i vetmi në këtë vend deri më tani, ishte i pari që mori jetën e trupave amerikane. Kataib Hezbollah kishte thënë në një deklarat pas sulmit të janarit se do të ndalonte sulmet mbi trupat amerikane për të shmangur turprimin e qeverisë irakiane, por milicit e tjera i kanë vazhduar sulmet e tyre.